Shoqëria shqiptare trazohet shpesh nga dilema dhe debate të ndryshme, por tranzicioni në Shqipëri është ai që mban në kurriz shumë halle, si ato të emigrantëve, të emigrimit, dhe për këto si zakonisht do të na flasë aktori jon Gent Azizi. Mbrëma, pa diskutim që të gjitha ata që kanë qenë emigrant, kur flitet për Shqipërinë i kpuste malli. Unë jam kthy për vete si shumë tjerë mbas 2 vjetër sepse sa u bën dokumentat, erdha i mes bukur me makinën e mushme tumllas me plaçka, plaka që bërtiste nga penxheria banjës. Merdi çuni! Direkt e kapa batutën e parë të komshiut Goni Lirikës, edhe ai nga penxheria. Gento! Ato patallona që ke vesh, do më japësh mu për kujtim. Tash i pari, po s'më thuj, thash, o Gono, po s'brit bëj fotografi me mu për kujtim, për dhe, u dalim bashk. Aty në shtëpi, kisha vetëm 1 javë kohë me nejt, dhe si gjithë shqiptarët, 3 ditë e para, erdhen kushurin dhe komshint, me muru mirë se erdhe. 3 ditë e tjera, me muru rrugë të marë. Se këshu jemi ne shqiptarët, jemi shumë dashur. Kushurirat e mia, mas pyetjeve të zakonshme, si s'na solle i gjohe, si s'tra men për ne, fillon duke bëu fotografia me mu, dhe gjithmonë femrat unë nuk e di pse bëjnë të gjithmonë këtë pozën. O këtë pozën kështu, ose këmbën kështu. Kurse kushurit që mpull që ka 4 herë, dhe asnjë nuk ikte nga shtëpia, sepse nuk ishin hap çontat. Se cili ishte me variantin kap qatë kapësh, mos ta kapi nej tjetër. Po qoftë dhe isha mi, qumë qakiz, tjetë qatë tjetë, kur u hapën qontat, e keni parasysh si majmë radhën e shqiptarët, si ke torta pavarësisë. Fillon gjithë kushurira ime, kapi palgjinse, që kur i provoj i rrishin 4 gisht gjona, komët i arrishin deri këtu, motra ime i thoshte, po pritmi se mos ka një pal tjera, jo me jo si ngushtojnë, të pajse i bëjë. Vlla im që kapi gjaketën i rrite i ngusht, quni dajës i rrite i gjonë, dhe mazalla se ndroshi me njoni tjetrin. U bo një 4 ur, plaka ime shkret, kishe kapi klu fjastiko e mate këtu, forte dhe thoshte, ja bote, qyqa. Plaku që më gacmote këni nga krau tjetër, më thoshte, o djal, po mi më ka ishte egri që ka ato qende italisit, i kanë shqy patallonat, thosha, babe janë të grisme se janë mod. Po të gjithë këtej poshtë më trisnin shokët, më fishkëlleni, ajo fishkëllima vjetër, se s'kishte celular në atë kohë. Dhe unë që gjeja se bep me zbrit me taku shokët e mi, dhe sa e kthesha në shtëpi, kthesha me patallonat shkurtra, kanë atje i pal shapka llastiku. Sepse të gjithë donin një gjohë për kujtim nga unë. Lagja kishte ndryshu. E keni parasysh se kur largohesh nga shtëpia, kur kthehesh gjithmonë duket gjërat më të vogla, rrugët ishin më të vogla, po shtëpia duket më e vogël, vetëm ato komshijet s'kishin ndryshu, gjithmonë ishin masdite, ule ty ke shkallët, tu pine i kafe, dhe gjithmonë sa e kalosha në thoshin, thoshte njona, ajde sa e kaloti na e parfumos, lagje mo na e parfumos. Goli Lirikës më thoshte mu, ju është rrit goca, do me ta rras, po hec. Vërtet kishe ndryshu, ama të vetmet që kishin ndryshu pozitivisht ishin femrat. Kishe ndryshu dhe propozimi femrave, nuk ishte mo, goce, më fali minut, mos kujto se majdut, po kishte evoluj, ishte, goce, unë nuk ta di emrin, as shpi nuk ta di ty, po erdhe me Lalin në Itali, atë qovësh bot me sy. Kështu ishte po poezia. Vërtet femrat kishin ndryshu pozitivisht, sepse kishin fillu me bot tualet, ishtin vetlat, vishtin minifunde, dhe aty dhash drejt plakës time, që më thoshte janë bot si yje, që gjej nuse shqiptare. Dhe aty u njofta me grunë time të ardhshme, ishte si kotele vogël. Unë i thosha puqi, a më thoshte tuqi. Ajo ma bote cuk, unë e boja muk. Ajo më thoshte o rushi, unë i thoshta tushi. Mas si momenti filloha tu menu kush është më idiot, unë apo ajo? Sigurisht isha unë, sepse ajo s'kishte për ta pranuar gjë tillë. Unë i ka si Tarzani në Itali.
Ajo erdi mas sa kohë, sepse u bon dokumentat me avion. Po ku ta dija unë, që e kotele e vogël, mjau, mjau, në Itali do kthej në i tigresh. Vetëm atere e kuptova vërtet pse Tarzani, kur ikte nga Gjeni, pem u lirite si Saurel.